Mirëmëngjes, është flesh informativ në News 24. Largohen më në fund shtëllungat gjigande të tymit, të cilat prej 48 orësh dilnin nga fusha e mbetjeve në Elbasan, që nga e shtuna dhe gjatë gjithë ditës së djeshme tymi madh dhe avuj dilnin nga vatra e zjarrit. Mësohet se në thellësi të fushës së mbetjeve kishte sasi vajrash dhe rëndësh djegëse, të cilat ushqenin zjarrin dhe vështirësonin fikjen e tij. Një sasi tritori shpërtheu dje në një banes në Shkodër duke shkaktuar dëme materiale. Lënda plasëse ishte vendosur në derën e banesës së biznesmenit Ardian Fjerza. Në biznesin e tij rreth 3 muaj më parë, po ashtu vendos një sasi tritori. GKK vendosi masën e sigurisë arrest në burg për Leonard Luzin, që njihej me pseudonimin Daku ose Nart Çami. Luzi, që përdorte edhe mbiemrat Zeno dhe Seno, u ekstradua nga Spanja, ku arrestua pas bashkëpunimit mes autoriteteve të dy vendeve. 47 vjeçari ishte në kërkim nga SPAK, pasi dyshohet si organizatori i atentatit të mbetur në tentativë ndaj Inez Hajrullahut dhe Ervis Matodashaj. Gjykata e Korçës caktoi masën arrest në burg për Ilir Çamin, i cili pak ditë më parë plagosi me thikish partnerin e tij Manderina Çela. Gjatë seancës, 41 vjeçari shpreu pendes, ndërsa ngriti pretendimin se shkak për konfliktin e tyre është bërë një shumë parash që 46 vjeçaria ja ka marrë në periudha të ndryshme dhe nuk i ka kthyer. Ai deklaroi në seancë se vijon të jetë i dashuruar me 46 vjeçaren, e cila është e martuar dhe ka 2 fëmijë. Policia e Shtetit publikoi listën e kandidatëve për drejtor të qarqeve. Komisioni i vlerësimit të aplikimeve për zgjedhjen e kandidatëve për drejtor të drejtorisë vendore në Policinë e Shtetit pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe intervistës aplikantëve, shpalli listën e pikëve të secilit. Konkurrentët mund të ankimojnë brenda 2 ditësh nga momenti i publikimit në faqen zyrtare të Policisë së Shtetit të vendimit me vlerësimin përfundimtar të secilit. Me rritjen e çmimeve, pensionistët në Berat ankohen se pensioni që marrin nuk ju del për të kaluar muajin. 2 gra pensionistët të këtij qyteti punojnë çdo ditë me gre e shtiza për të fituar të ardhura që të sigurojnë jetesën e përditshme. Rruga që lidh mbi 15 fshatra me Bulqizën dhe Dibrën është tërësisht amortizuar. Banorët shprehen se rruga është ndërtuar rreth një shekull më parë dhe që atëherë nuk i është nënshtruar asnjë rikonstruksion. Një grup mbështetësish të Donald Trump në Tiranë u mblodhën të festojnë fitoren e tij në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Pjesë e Trump Club Albania, ata thanë se fitoria e Trump është shumë e rëndësishme, duke nënvizuar se ai mbron parimet kryesore të së djathtës, ku më e rëndësishme është çështja e familjes. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi se ka biseduar në telefon me presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, sapo përfundoi një bisedë me presidentin e sapo zgjedhur amerikan Donald Trump. Biseda ishte shkëlqyer me përmbajtje dhe do të thosha shumë e përzemërt, shkroi Vučić në Instagram. Ai tha se ndihet mirënjohës ndaj Trump, që dinte shumë gjëra për Serbinë. Donald Trump arriti të fitojë edhe në Arizona, duke siguruar 11 votat elektorale në shtetin me shumicë popullsie hispanike. Ndërkohë, pasi kanë siguruar Senatin, republikanët janë në prag të marrjes së kontrollit edhe të dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, duke shkuar kështu drejt kontrollit të plotë të Kongresit Amerikan. Njëherë pasi është zgjedhur president, Donald Trump ka nisur me përzgjedhjen e kandidatëve për të shërbyer në administratën e tij. Megjithatë, ai ka qartësuar përmes rrjeteve sociale se nuk do të ftojë republikanët Nikki Haley dhe Mike Pompeo për të bashkëpunuar me të. Në Londër u zhvillua ceremonia përkujtimore në nder të rëndëve në të luftës parë botërore dhe konfliktet e mëpasme. Ceremonia u kryesua nga mbreti Charles, ndërsa në publik u pa dhe princesha Kate pas disa muajsh mungesë ku është kuruar kundër kancerit. Ishte flesh informativ në News 24.